Të nderuar vëllezër dhe motra, do të flasim pak rreth jetës së njerëzve, të cilët nuk e kalojnë sfidën e të keqes në këtë jetë dhe përfundojnë në xhehenem në botën tjetër. Këta njerëz që tashmë ndodhen në xhehenem, digjen vazhdimisht me djegje të tmerrshme. I është dhënë një veshje e bërë prej një lloji zjarri, dhe ata kanë mbi kokë re, që ngjasojnë si re shiu, por kur bie ky shi, është shi acid. U jepet ushqim, por kur han, mbyten dhe u ngec ushqimi në fyt. Dhe Allahu thotë në Kur'an se zorret dhe stomaku i tyre shpërbahet. Ata pinë lëngje të caktuara, në të cilat, kur afrojnë fytyrën me enën që mbart këtë lëng, lëkura e fytyrës fillon të digjet dhe të shkrihet dhe bie në atë enë. Ka shumë përshkrime që asnjë mendje nuk mund t'i imagjinojë dhe asnjë zemër nuk mund t'i përballojë. Allahu na tregon gjendjen e tyre në Kur'an. Ata fillojnë të qajnë dhe ulërasin. Fjala e përdorur në këtë rast është ndryshe. Zakonisht përdoret fjala, ata therrasin ose bërtasin. Ata ngren zërin në shkallë të lartë, por tu Allahu thotë se është një tingull i tmerrshëm dhe shqetësues i thirrjes apo i ulërimës. Nuk e di nëse ndonjë prej jush ka dëgjuar ndonjëherë këtë tingull, ndonjëherë natën, kur shohim ëndra të këqija apo makthe, na paraqiten tingull të tillë. Ose në filmat horror, por përsëri këto tinguj nuk u parafrohen atyre në xhehenem. Allahu thotë, ata vazhdimisht lëshojnë tinguj dhe ulërima të tilla. Nxehtësia aty është e padurueshme, dhe thellësia është e paimagjinueshme dhe brengosëse. Bijuteritë e banorëve në xhehenem janë litar dhe zinxhir çeliku. Bia që do të kenë ata është ujë nxehtë, dhe të gjitha ndjenjat do të mbeten të njëjta. Mos mendo në xhehenem nuk do të kesh nevojë për ushqim. Apo han sepse dëshiron të hash. Jo, në xhehenem ti ndjen uri si kurrë më parë, e ethe si kurrë më parë, por kur je i uritur, ushqimi yt është zekumi. Çfarë është zekumi? Është një frut nga një pemë që Allahu e krijoi në xhehenem. Rrënjët e secilës janë në fund të xhehenemit dhe ushqehen me mbeturinat e gjithë djersës dhe gjakut dhe lëkurës së djegur të banorëve aty. Dhe fruti që vjen nga kjo pemë është fruti i zekumit. Profeti i Allahut, paqja qoftë mbi të, thotë në hadith: nëse një pikë nga ky frut do të binte mbi tokë, ajo do të shkatërronte jetën në tokë. E pra, ky është ushqimi atje. Do të pish dhe do të detyrohesh të hash derisa të kesh barkun plot. Pastaj do të ndihesh ethe të pashmangshme. Uji që do të pish është një ujë përvlues. Temperatura e xhehenemit do të avulloj fytyrën tënde. Fytyra jote do të fillojë të shkatërrohet. Lëkura do të fillojë të digjet. Organet do të fillojnë të shkrijnë, pa pushim dhe në vuajtje të vazhdueshme. E kur trupi yt të shkatërrohet totalisht, Zoti do të urdhërojë dhe do ta formojë trupin nga fillimi, dhe dënimi yt do të përsëritet përsëri. Qëllimi i këtij dokumentari nuk është të tmerrojmë njerëzit. Përkundrazi, është të bëjmë që njerëzit të reflektojnë. Ne kemi parë video të ndryshme nga lajmet ose rrëfime të tjera, se si njerëzit kanë vuajtur shumë në përburgje, se si janë torturuar nga tortura njerëzore. Gjitha këto janë bërë për shkak se ata kanë kryer krime, kanë bërë masakra të tjerë. Edhe xhehenemi është një burg për zullumqtarët dhe kriminalët, që në tokën e Zotit ju kanë bërë njerëzve pa drejtësi, ju kanë marrë pasurinë, të drejtat, si të kanë derdhur gjak të pafajshëm. Beson apo s'beson, e pranon apo nuk e pranon. Xheneti dhe xhehenemi është fakt dhe realitet. Ajo që ka kërkohet nga ne është të jemi vepërmirë, të besojmë të madhin Zot dhe të mos i futemi në hak njerëzve, sepse padrejtësia është një borxh i madh që duhet larë. Zoti na ruaj të gjithë nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit.
O Zot, na ruaj ne dhe familjet tona nga zjarri i xhehenemit. Amin.